Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një takim me kreun e SPAK Klodian Braho në kuadër të përgjegjësive të Ministrisë së Drejtësisë për funksionimin e sistemit të drejtësisë. Në qendër të bisedës ishte bashkëpunimi ndërinstitucional në disa drejtime kyçe, që sipas ministrit lidhen me përmirësimin e kuadrit ligjor, forcimin e kapaciteteve institucionale, mbështetjen infrastrukturore dhe rritjen e efikasitetit të sistemit. Sipas ministrit Gogu, një nga pikat kryesore të bashkëpunimit do të jetë adresimi i boshllëqjeve ekzistuese ligjore, përfshirë çështje që lidhen me statusin e prokurorëve, kompetencat procedurale dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Po ashtu në fokus mbeten edhe koordinimi në nivel politikash publike, si dhe konsolidimi i standardeve dhe praktikave që garantojnë siguri juridike dhe besim publik. Ministri e vlerësoi SPAK-un, një institucion kyç në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke e lidhur rolin e tij jo vetëm me forcimin e shtetit të së drejtës, por edhe me avancimin në procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Gogu theksoi se bashkëpunimi me SPAK dhe të gjitha institucionet e drejtësisë do të mbështetet në respektimin e plotë të ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së institucioneve.